Janë 500 vende pune që krijohen në këtë territor nga ky partneritet. Dhe siç e tha edhe administratori i përgjithshëm, janë 500 vende pune që kërkojnë njerëz të kualifikuar, që kërkojnë ekspertizë. Janë 500 vende pune të mirë paguara, janë 500 vende pune në këtë sistem të ri që po ndërtohet. Dhe duhet pas parasysh që të gjithë ata të cilët do të përfshihen në këtë sipërmarrje nuk do të jenë thjesht njerëz që zotrojnë një zanat, por do të jenë njerëz që do të shikohen edhe nga ana e figurës tyre, sepse do të jenë pjesë e sistemit mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë. Në sensin që do të marrin informacion, do të dinë shumë çka ndodh këtu brenda dhe që duhet mbetet po këtu brenda për arsye të gjitha atyre specifikave që ka kjo industri.